Unë kam filluar vërtet të shkruaj që në kohën e gjimnazit, edhe librin e parë, ashtu si që përmendni dhe ju në insert, e kam botuar shumë kohën përpara, në vitin 87, një libër i vogël, modest, siç ishin kohrat, te kilometri 39, por Çfarë përshkruaj atje? Po, gjithmonë jetën e fshatit, përpjekjet, dashurit, mundësitë e njerëzve të punës për një lloj qasje ndaj të gjitha çfarë ofronte jeta e një fshati të atyre kohrave. Pastaj më vonë, pas një pushimi vërtet goxha të gjatë, gati një 10 vjetësh, vazhdova prap për të shkruar me librin tjetër me tregime dhe duke vazhduar edhe sot deri tek 14 tituj librash. Pse ndodhi kjo pauza? Ndoshta sepse pas viteve 90, domethënë, pasi kisha botuar librin e parë, kishte një lloj ngarendje, një lloj rumuje, le ta quajmë, një lloj jo drejt peshimi të njerëzve që prisnin një demokraci, prisnin një zhvillim të rrëmbyeshëm, edhe ndoshta unë u tërhoqa edhe nga këto fakte dhe ide që ta linja pak sa pas dore letërsinë dhe ta rifillonja atë pas 10 vjetësh, domethënë në vitin rreth vitit 2000. Dhe si e pe veten të kishte ndryshuar mbas një dekade? Kishin ndryshuar shumë gjëra. Kishin ndryshuar shumë gjëra dhe ajo që më mbaj mend edhe më binte në sy ishte fakti që në letërsinë e pas viteve 90 pastaj ne ishim kaq të shpenguar si ajo puna e sustës që nga një gjë e ndrydhur që ndiqnim tematika të caktuara, ku duhet të shkruash, si duhet ta mbash penën deri në çfarë mase që mos rrëshkasësh, në gjëra të rrezikshme të asaj kohe, pastaj në një lloj shkapërdredhje, le ta themi, në një lloj letërsie që nuk kishte më kufi. Nuk kishte më kufi, por kjo nganjëherë edhe të penalizonte sepse duhet ishe i kujdesshëm. Duhet ishe i kujdesshëm në kuptimin që mos e kishe vargun sa për lum, por të ishe koncis. Kjo ishte gjithë historia. Dhe pastaj më tutje edhe me librat e tjerë, duke botuar edhe në shtëpi botuese të cilat unë i falenderoj dhe Naimin edhe MMB, ku kam botuar Morava. Ke pasur një mentor, zoti Andoni, apo gjithmonë i korrigjoje me veten tekstet e tua? Sigurisht që kam pasur dhe do përmend sigurisht tim unë që Satir Andonin, tregimtar, por mbaj mend që në hapat e mia të para ka ndikuar dhe shkrimtari Vath Koreshi. Në ato vite unë mora, si të thuash, ato qesen me ato pak tregime dhe erdha këtu në Tiranë për të takuar Vathin. Kishte një shtëpi diku këtu tek Ekspozita Shqipëria sot dhe mbaj mend kur kam hyrë në atë mjedisin e tij, kishte shumë libra, kishte një shtëpi e vogël dhe Vathin e kam pasur së bashku me Teodor Laçon si mentor, si ndjekës të kësaj letërsie.